Jpun.com është platforma që zgjedh problemin më kryesor që kemi vutur gjithmonë në shqiptar. Të lesh vendin tat, të shkosh në migrim në Gjermani e pastaj të kërkosh për punë. Edhe po gjete punë, jo shpenzime, jo bileta, jo trishte djali hallës, djali dojës, jo mërzit djali dojës, jo s'don djali dojës. Tani Jpun.com është totalisht ndryshe. E gjen një herë punën, organizon dhe një herë fjetin edhe pastaj del në migrim. Kjo është diçka se nuk ka krahasime, s'kena krahasime në këtë pjesë. Kjo është diçka se do bëjë revolucion në punën e shqiptarëve, se është dhe punëtori për shembull. Do ti dado për fëmijët e tuaj. Futesh dado, tak, gjen dado, nesër gjen dado të fëmijë, marrën punë për 24 orë. Do ti për shembull kamariere për lokalin tat, kudo që ti jesh, vetëm ai je shqiptar. Kudo që ti jesh në këtë cet botës. Do kamariere futesh tak e gjen marrën punë, bam, marrë puna. I tha, pastaj vjen dado të shtëpia jote, s'të pëlqen dado se sillet keq me finin tan, e zë vetën cën, e largon dado sill dado tjetër. Ose dadoja nuk i pëlqen familja se nuk e paguon sikur ka premtuar familja. Largohet, gjen direkt punë, shkon te familja tjetër. Zhollësani. Tani e kemi blloku vet, pra ne nuk regjistrojeni dot. Se ka ekstrem shumë kërkesa. E kemi blloku vet e nuk regjistrojeni dot. Është gati, po kemi bllokuar ne se po ndryshojmë ca detaje të vogla akoma. Platforma Jpun.com është gati. E keni linkun këtu poshtë, bani follow TikTokun edhe Instagramin që ta keni. Pastaj kur të jetë gati, mund të jetë gati sot ose nesër, do ta vëmë linkun në profil edhe ju gjitha kërkesat që i keni, si pronar, si punëtor si jeni, regjistroni ose si pronar ose si punëtor. Është ekstrem praktike të regjistroni. Është diçka, një revolucion që i lehtëson jetën krejt shqiptarëve. Në gjitha anë, do të bënosh ti për shembull gjen punë direkt. Je për shembull barber, për shembull je barber. Je në Itali, ti do të vish në Zvicër si barber. Krijon profilin tat, ato që kanë barberhane këtu në Zvicër, që kanë interes. Që po kërkojnë barber, futen tak shkruajnë gjen dhomën, hajde thotë rri. Është diçka që do kthehet aplikacion mas një muajt. Tani e kemi platformë, do kthehet aplikacion. Po vinë edhe 7 platformat e tjera që do jetë diçka ekstrem që do i lehtësojë jetën shqiptarëve. Jemi të partë në Ballkan që bëjmë këtë sen. Të partë në Ballkan. Nuk ekzistojnë të gjëra në Ballkan, jemi të partë që bëjmë si trend. Kemi 10 veta mbrapa në kësaj pune që mirë me marketing. Investojmë dikun te 10 deri në 15.000 euro për momentin në marketing që po e shpërndajmë nëpër Google apo për gjëra kështu. Pastaj kjo do shkojë në një nivel se na investojmë parë në ta. Investojmë parë që do i rrit kërkesa juaj të jetë gjithmonë në syt njerëzve, që mos jetë thjesht një kërkesë e hupun atje. Do jem unë gjithmonë që do ndjek marketing e plus grupe të tjera që i kam që po i organizojmë mbrapa që do jetë marketingu. Tu gjem punë pa dalë fare në migrim. Kështu kurseni lek, kështu kurseni nervat e tuaja, s'ke nevojë të dira djaj, pasi në bosh gjithë toksik tash zëras vetë limu kush. Këtu i zgjidhje sistemit. Këtu paguhet ai që vlen. Ai që punon, ai pronar që është i rregullt, që jep ata që ka premtuar në kontratë, edhe ai punëtor që është i rregullt, që punon sikur ja vlen jo tani e kupton se po si bën punën tesh, pronari gjen direkt maraditës, gjen tjetrin. Do të jeni të rregullt, tu vlerësohet puna, edhe pagesa. Ju përshëndes, nuk është akoma është gati, nas lejojmë njerëz që të futen, kur të jetë gati do bëj prapë një video tjetër që ta shikoni.